Qëto ajete kanë zbritën për Ebu Bekrin e Omerin. Edhe këtyre farkërcnimi ka bo Allahu xhalesha në këtyre dyve. Tash paramendone ku ne ju ka drejtuar ky ajet. Nëse bini ju këtë gabim, për arsye se me ron këtë gabim nuk është gabim i lehtë. E juve ju shkatërrohen veprat e juve, edhe ju nuk e dini ato. Mos e nënshmoni tjerët, mos e etiketoni tjerët me llagope të ndryshme, sikur që është na për shembull, Allahu xhaleshanuhu i thirr besimtarët që 5 punë të këqija mos mi bë. Dhe çdo punë të këqija për mos mi bë, nuk mundet mos mi bë përveç ai i cili, ose nuk i bën përveç ai i cili ka besim. E ka besimin, se besimi është ai i cili e ndalon dhe e shtyn edhe me vepruan, po edhe mu ndaluan për veprave të këqija. Te e para, ku Allahu xhaleshanuhu thot ja ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Allahu xhaleshanuhu thirr që na t'jem të edukum me një edukat e cila i mungon shumë muslimanëve. Aja edukat është mos i jepni përparësi, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, mos i jepni përparësi asnjë vendimi, asnjë gjykimi, asnjë fjale para fjalës Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo është një edukat që neve na thirr Allahu xhaleshanuhu. Kush mundet me zbatu këto, kush e realizon çat parën, ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu. Nëse qëtu qalojmë të e para, ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu, besoj që tani të e dyta e të e treta krejt bina. E na jem si besimtar të thirrëm për këtij ajeti që na ta realizojmë besimin, dhe besimi është ai i cili neve nuk na lën me ron këtë gras të shejtanit që me i dhon përparësi çfarë dush, fjale, mendimi, gjykimi para gjykimit të Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj Allahu xhaleshanuhu po thot wattaqullah, ndaj kërcënimit tutje Allahut. Nëse bini në këtë provë, nëse bini ju në këtë gabim, për arsye se me ron këtë gabim nuk është gabim i lehtë. Nuk ka gabim i lehtë. Wattaqullah innallaha samiun alim. Allahu i ndëgjon fjalët e tona dhe është i gjithdijshëm për ato që veprojnë na. Pastaj mas ajeti i dytë, se cili ajet ka mesazhe edhe porosi. Ajeti i dytë është na thirr Allahu xhaleshanuhu në edukat tjetër, e cila është ja ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Qëra këtë ajet Allahu xhaleshanuhu na thirr që mos me ngrit zonin mbi zonin e pejgamberit alayhis salam. E jo me dhon përparësi gjykimeve, fjalëve të tjera, por veç zonin mbi zonin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kjo është një edukat që na thirr Allahu xhaleshanuhu me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Shkaku i zbritjes së këtyre ajeteve, vëllezër nderuam, është Ebu Bekri edhe Omeri. Këto ajete kanë zbritën për Ebu Bekrin e Omerin. Edhe këtyre farkërcnimi ka bo Allahu xhaleshanuhu këtyre dyve. Pastaj vazhdon ajeti ku Allahu xhaleshanuhu na thirr neve që me qenë të edukum me Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli, edhe mos e ngritni zonin para pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka jahri ba'dikum li ba'd, sikur se që ngritni zonin edhe thirrni ju mes veti. Pse an takhbata a'malukum wa antum la tash'urun, e juve ju shkatërrohen veprat e juve edhe ju nuk e dini ato. Tash paramendone ku ne ju ka drejtuar ky ajet. Shkaku i zbritjes së këtij ajeti është se kanë ardhur një delegacion te pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe ky delegacion kur ka ardhur ka pranuar Islamin dhe
njoni zakonisht pejgamberi alayhis salam kush e ka pranuar Islamin, njoni për tyne e ka bë udhëhes të tyne në vendin aty, ku kanë shkuën kon ata. Dhe për njoni për çatyne që ka pos mu bë udhëhes, Ebu Bekri ka thonë bënë ja Rasulullah qëto. Omeri ka thonë ja bënë qëto. Edhe pak i ngrit zonët ja qëto. Allahu i Resulullah e ka zbrit që ta jetë, ka thonën mos e ngrit një zonin mbi zonën e pejgamberit alayhis salam, edhe mos e thënë pejgamberin alayhis salam që e thënë njëri tjetrin, se vetëm zoni mu ngritën, kanë an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Ju shkatërron vepra. E paramendoni nëse bëhet edhe diçka më shumë në kundërshtim me pejgamberin alayhis salam, edhe në kundërshtim me Allahun xhallahu xhallahu. Edhe janë dy ajete me fjalën ja ayyuhalladhina amanu, edhe përfundoj, këtu janë dy ajete që kanë të bëjnë me punët, me edukatën me Allah dhe pejgamberin alayhis salam. Ajeti i 3 dhe i 4 Vëllezër ka të bëjë me edukatën mes neve. Për sa rregull është do të me koni të edukum me Allahun dhe pejgamberin, po edhe me tjerë, se nuk vlen të më koni mirë me Zotin dhe me pejgamberin, po tani me njerëzit më konë më zë. Se shumë ibadete janë të lidhura edhe me edukatën dhe sjelljen me tjerë. Ju kanë tregu haxhallarët e keni nipi haxhallarëve se ai i cili agjeron dhe se lën rënën, si lën dallaverët, si lën se ngrit zonin, Allahu nuk ka nevojë për agjerimin e këtij njeri. Pra, është i lidh edhe me edukatën, çdo ibadet është i lidh edhe me edukatën, edhe me të tjerë. E në ajetin e 3, Allahu xhallahu e cili kanë nevojë shumë na me praktiku këtë ajet, Allahu xhallahu thotë ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O ju të cilët keni besu, kur t'ju vjen juve një lam për një fasik, për një njeri ju i drejt, fatabayyanu, sharani lajmin. Me një kirajet lexim të Kur'anit është fatathabbatu, vërtetoni lajmin. Në raport me lajmet që neve na vinë, dikush të ka thonë për ty është dikush qështu do të me reaguone, që të dy parime të një pasën çdo kush i cili ju thë se filani ka thonë për ty dikush qështu ose qashtu, ti mas pari do të me vërtetu lajmin. A është e vërteta ju? Se shpesh ka njëherë dinë më shmukon lajmet e vërteta. Edhe e dyta, duhet në ashtë lajme është i vërtet, duhet me sharu. Kur të sharën, e shesh shumë sene që janë thonën, nuk janë qashtu, që ti kanë thonë ty edhe, se sharimi i shë dhe i qenë pa shumë sene që janë mes rrugës. Edhe e fundit, Allahu xhallahu ka thirrën që na jem të edukum me njëri tjetrin, duke thonë ja ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Allahu në këtë ajet na thirr që mos tallëm me njëri tjetrin. Se si kjo tallja tani na largon me njëri tjetrin. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum. Se ndoshta me ato që po tallësh, ai është më i mirë tek Allahu xhallahu se ti. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Këtu tash në gratë në prekën se Allahu i ka përmend. Ka thonë edhe gratë mos tallën me njëra tjetrën. Për arsye se ndoshta me ato që po tallën ato janë më të mira se këto që që bëjnë këtë gjest i cili nuk është i mirë. Dhe vazhdon ajeti që Allahu xhallahu na thirr wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, mos e nënshmoni tjerë, mos e etiketoni tjerë me llaqabe të ndryshme, sikur që është na për shembull, ka një herë fisi për fisit, janë nisin i qesin fjalë për shembull, filan fisi e ka një drasmongi, njëri ka 10, njëri ka 15, e kështu me këtu janë emrat të këqij. Allahu xhallahu bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman. So emri i keq është mas imani me thonën ja kjo ka fisi krasniqë qështu, fisi sopa qështu e të më radhë. Allahu na drejtoft e na bëf për atyre që e besojnë Allahun, ashtu që në ka thonë ai, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.